vëllezërit e Hashim Thaqit nga viti 2007 të këndej, duket se ka ndërtuar një perandëri financiare, por ata, ose më saktësisht njëri prej tyre, vëllai i madh, Gani Thaqi, duket se pasurinë e kishte konsoliduar qysh në luftë. Ekskluzivisht për Zona Express, Ibrahim Kelmendi, përgjegjës i fondit për Gjermani, akuzon Gani Thaqin për zhvatje të 4 milion markave. Tazëm me lutje të Jashar Salihut, Shaban Mujës dhe të tjerëve, pak ditë para se të përfundonte lufta, i kam ngarkuar Mark Bardhaj dhe Vesel Bacaj t'i dërgonin 4 milion marka në Sloveni, me që aty priste njeriu i autorizuar. Kur ata u kthyen ma dorëzuan dëshminë e dorëzimpranimit, jam irrituar deri në tërbim kur kam pasë se ato mjete i kishte pranuar Gani Thaqi, vëllau i madh i Hashim Thaqit, për të cilin kisha dëgjuar se kishte menaxhuar një kafeq ku kishte qenë pikë koordinimit të spionazhit të shërbimeve serbe. Ndërsa në të njëjtën kohë kam ngarkuar Ibrahim Iberdemaj me shoqërues të tij që t'i dërgonin në Austri 4 milion marka të tjera. Edhe në këtë rast jam irrituar kur u informova se i ka pranuar nga Fatmir Zymberi, një legend ordiner i Xhavit Halitit. Pra, fatkeqësisht këto mjete nuk janë shpenzuar fare për UÇK-n, me që lufta pa të përfunduar dhe nuk e di si janë shpërdoruar ato 8 milion marka.